Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur në Odeon. Sonte bilem do të vinë ata që edhe sinonimizojnë Odeonin, paraqitjen në skenë, fjalën e lirë, fjalën e bukur, fjalën e mirë. Zonë e zotri, kemi thënë se në këtë pjesë të spektaklit tonë gjithmonë vinë margaritarët që rrëfejnë për përvojat e tyre jetësore, për zbulimet, për punën, për kreativitetin, inventivitetin, për gjërat të bukura që shndrohen pastaj në pistat tona për zgjidhje më të lehta në jetë. Do të vinë sonte një grup krijuesish, por në mesin e tyre kemi edhe një mysafir të veçantë. Ata janë edhe poetë, edhe shkrimtarë, edhe publicistë, edhe diplomatë, edhe politikanë, edhe aktivistë, me një aktivizëm të jashtëzakonshëm. Janë 3. Dhe do të thoj me radhë. Zonë e zotri për ju, për ne, për të gjithë, zotri ju nderuar Reshat Sahitaj. Po kama nështë aty. Vajdo ato tikjet, sepse do të aftojmë një musafir të veçantë që vjen, hodje mihi kras tibi, thojnë latinisht, sot mua nesër ty. Fate të ngjashme, që dikur sikur ndoshta nuk na kishin honepsur, por sot ndajmë fatin e përbashkët në synimin për lirin ton edhe të atyre. I pritëm krahapt. Dhe mendoj se bëm një gjatë të bukur. Ai vjen nga Ukraina, po ka gati 2 vite që jeton në Kosovë. Është gazetar, është poet, zonja dhe zotri për ju, për ne, për të gjithë, Volodimir Martinov. Hajde, vazhdojmë. Do të vinë vazhdim një musafir tjetër i veçantë. Dikur e kishim nisur bashkë në skenë. Kur synonim studimet tona në radhë të parë, merreshim edhe me aktivitetet e lira. Ai si poet, në dramaturgji, në radio, e gazetari, e kështu me radhë. Sot është sekretar general i Unionit të Kritikëve Shqiptar, sot është bashkëpunëtor bashkë me Reshat Sahitajn, e me ne, zonja zotri për ju, për ne, për të gjithë, Lan Qyçalla. Vetëm është rrasite e këmë tonë edhe sidomos një që duke bërë një moderim të atashëm. Reshat, faleminderit shumë. Po drejtohem me Reshat se vetë na i ke thy krejt barierat, mos me të drejtu me shumë tituj, po si mikun më i afërt, prej atyre ditëve të larta, të vështira, kur je konë derë e hapur prej presidentit e teri tek njeriu më i thjesht. Dejtë Albini. Dejtë Albini në Berlin. Mirë, kishim pas në përgjithë qytet një njeri si puna juaj edhe si familja juaj. Faleminderit që jesonte këtu me ne. Faleminderit që keni ardhur si një trekëndsh i bukur që e me punën tuaj po doni me vazhdu suksesshëm, siç është Unioni, po e quaj Unioni i Kritikëve dhe i Kritikëve Shqiptar. Unioni shkrimtarëve dhe i kritikëve shqiptar. Është unioni që u krijue kur u ktheve mas sa vitesh mërgim? Pa e mas 20 vite në mërgim, pas përfundimit të luftës në Kosovë, sepse unë as fëmijët e mia, as në familja ime, kur s'kemi guxuar marrë në këtu, mirë po kemi vepruar në Bruxelles, dhe në vitin 99 qershor kam marrë me forcat e NATO-s dhe kam punuar një kohë të gjatë për NATO-n, domon pas luftës Kosovë. A me forcat e NATO-s hyre? Po. Se me Anne-Marie Lizin, në realitet po e quj sikur me hin mes NATO, se në NATO ishte hyrë dikush tjetër para teje, Behare Regjepi, gruaja jote. Zonja nderuar që e përshëndesim. Takimi i parë i një shqiptari me drejtorin e NATO-s. Flasë se Shqipnia stakohej se ishte komuniste, Kosova ishte e shtypur e robruar, edhe një ditë Beharja, me punën tu ju arrit me hite drejtori me i thonë, o gjallë jemi, aman,
Kjo është një epizod shumë i rëndësishëm në jetës tonë, por është i rëndësishëm edhe për Kosovën, sepse deri më atëherë në arkivat e NATO-s nuk ka pas asnjë dokument për Kosovën, kur farë kërkesë s'ka pas. Dhe kur shkon beharja normal aty, ai drejtori i NATO-s e këshyr, thotë më, unë thotë kam me një shqiptare, s'kam me ty takim, thotë më, unë jam shqiptare, jo, thotë, se ai ka pas një paragjykim se shqiptarët shkojnë me shamia, janë veshura kështu si primitivet paditura e kështu me radhë. Që ka bërë propaganda në Serbia, edhe e thirrë sekretari, thotë në telefon, thotë ju lutem bjema le të njoftimin e qësa gruas që tu që ka ardhur kur është, thotë kosovare. Edhe atëherë fillon në më për aty, fillon NATO, dhe sot kushdo që shkon nesër me bo në arkiv, me bo liber për NATO-n, do të shini, po pastaj e keni librin e Gert Arencit, ambasadori i konferencës paqes, që shkruan për Beharën, është një diplomacia mbi temën e thikës, ku shkruan qërsisht për takimet e Beharës në konferencën e paqes, për letrat e Rugova, që Ibrahim Rugova i ka quajtur letër konferencës paqes, që Beharja është përfaqësuese e Kosovës në konferenca tjera. Pra është bën një punë shumë e madhe, dhe natyrisht sot po gëzojmë lirinë. Kur është dashur me ikë prej Kosovës, siç ka ikë Volodimiri para 2 vitesh nga prej rusëve, ti prej serbëve, ka qenë goxha vështirë. Po unë besoj që vështirë ke përjetuar edhe faktin se tash me çdo kusht duhet me depërtu në rrugën e rezistencës, politike, diplomatike, me të metë anash ajo dashuria e parë që ke pas teatrin e filmin e... Po në fillim në e kemi qenë me Sefo Betaklasniqin, ka pas fatë unë që kam punu me regjisori më të njohur të Kosovës, në atë kohë Sefo Betaklasniqi, cili po se ardhi nga Zagrebi, studimet e Zagrebit, dhe kam punu me te, pastaj me Jusuf Kërvallën, bashkë Sefa, Jusuf Kërvalla, Skënder Tafaj, Avdush Hasani, shumë të tjerë, Tiki Dervishi shumë të tjerë. Mirë, po gjatë punës zonë, Sefo Betaklasniqin udhba asaj kohë se pat kidnapue, edhe ne u detyruam, domethënë 3 ditë ka qenë Sefa i kidnapuar. Pak pa ju kapa dhe juve. Edhe ne ikëm, pas ne shka ardhi Jusuf Kërvalla, pastaj në Gjermani, unë e Sefa kemi shku në Bruxelles, edhe kështu me radhë, domethënë ishte koha kur kemi shpëtuar pa ovra, pa u burgos, në atë kohë se kemi ikë për kohës. Të gjithë ishi krijues. Interesant, ha? Është më rëndësishme. Të teatrit, të poezisë, e të këngës, si puna e Jusufit, goxha një tregim që na përcolli edhe në historinë e mëvonshme, na që jemi pak matrise ju edhe e provum, sikur gjithçka fillon prej letërsisë, prej historisë, prej artit, prej skenës, ajo rezistenca që pastaj kultivohet në shpirtin e njerëzve. Kam shkruar shumë për lidhur me këtë, po është me rëndësi se shkrimtarët, poetët, këngëtarët janë ata në Kosovë dhe kudo në botë që e kanë ngritë vetdijen kombëtare të shqiptarëve. Nuk merrem me mend ju, për shembull Ymer Elshanin e kanë, domethënë 99 Ymer Elshanin Serbia ka vrarë. Ymerin 4 fëmijë ka vrarë. Gruan e ka vrarë, nonën e ka vrarë, veç një qiki ka shpëtu të Uta Elshani, ka shpëtu. Donë poetë nuk ka përmendore të Ymer Elshanit, pastaj kemi Recep Elmazin, pastaj kemi Vazi Grajqevsin, pastaj kemi Adem Demaci, që në vitin 1900, kur moshën 22 veçare, ka shurë marrin qarpit e gjakut. Imagjinoj sa njerin e ka fascinu, sa njerin e ka vedisu Adem Demacin atë ku. Pra letërsia, muzika, arti ka ngrit vetdijen kombëtare. Nuk është, pushka është pa tjetër se duhet, me push, por këta janë elita që e kanë ngrit vetdijen për një rezistencë të ardhshme të Kosovës.